që gjenë ku, po zanati jonë qëtoj, po. Po, e thamë edhe më herët, unë mendoj se Kurti ka frikë me metë pa pushtet. Pajtona me avokatin, sepse aj po frigohet se e hupa jo mburoja që e ka institucionale nëse metet. Nuk e edhe poshtë mundësin që edhe nëse metet pa pushtet njeri ka me shumë burg. Sepse ka akuza, ka tendere, ka dyshime, cilat kjo nuk po pranon asë më u balafaqu me to, asë i dëshmitor, nështë ta ka me dalë asë i dyshum. Unë mendoj se kjo nuk i ka numrat, se mi pas numrat kjo kështë donë dërheqe. S'ka nevoj për shambull më tut me dhonë dërheqe, nëse brenda ditës mundet më rizgjedh, nëse i kanë 61 vota në kuvend. Po nuk i ka ato vota. Edhe tendenca ati që mu zgjedh kryeministër pa koalicione në këtë mandat, nuk eksiston, po. Do me thonë, nuk ka vota. E para, kjo ka vetë 48 vota. Me gjitha minoritetet e mundshme, nuk i mjaftojnë 61 votat nevojshme. Tash, e ka nevojshëm koalicionin me Fatmir Limajn. Kërkesa vetëme e Limajt, si pas informatave që kanë qarkullu deri tash, është më bo kryetari kuvendit. Nuk ka... Jo, i ka 2 ministri. Ja, asë një ministri, zero. Jo, s'ka kërkesa. Ka vetëm disa kërkesa për ndryshim të ligjeve. Ndryshim pragu zgjedhor, do me thonë me bon 3% dhe disa çështje ligjore tjera. Po jo edhe ministri. Edhe me marë pjesë në burde. Tash nej, se informata tua më flasë për të mija. Po, edhe nëse ka frikë që me bo kryetar të kuvendit e nesër i njëjti, mas pak mujve me bo edhe shtruesi detyrës presidentit, është qëtër muhabet kjo. Mirë po, pa Limajn dhe pa një koalicion tjetër, Albini nuk mundet më bo kryeministër. Dhe në këtë situatë ka pajtona me Cakollin që ka më mundu me bleku dhe mundësish nëse nuk ka rrugdalje tjetër me na qunë zgjedhje të jashtëzakonshme. E kur ki po donë me na qunë zgjedhje të jashtëzakonshme verës, kur vjen këtu diaspora dhe kur... Mirë shumë që vjen diaspora, po që ndodhë deri verës edhe pse verës me shumë zgjedhje. Nëse të shtunë nuk konstituot kuvendi, vazhdon të hanën. Nëse jo të hanën, vazhdon të mërkurën. Se kur blokohet procesit. Për te këtyre finesave juridike, unë e kumë dëgju sa edhe këto dit një numër të madh, njëzë më të mirë drejtësisë që i kemi edhe nuk jom ma informuar se sa që kam qenë, sepse janë qëndrime qaq kontradiktore që vërtet është këgja problem me po qëndrojmë. Po du me kalu, sepse kjo nuk është edhe fushë e jamja kështu. Sa i përket numrave, mendoj që 2 palët kam problem, sepse nëse njëra palë do të kështë qenë e sigur që mundet me i grumbullu e atë 6 nishën e famshëm, sigurisht që do të jekte blokade, sepse kjo është një blokade krejt artificiale, mendoj krejt banale, qëllimet janë nëse i shojmë kërkesat e tyre, nuk di sa çfarë përmbajtje kanë ato